takson shumë profesionistët dhe takson pa kapitalin. Ti një profesionist, ti e gazetar konkretisht, nuk konsiderosh i pasur, konsiderosh thjesht një punonjës që punon shumë orë në ditë. Ti taksosh me një sistem fiskal progresiv, ti taksosh me 23%, kurse ku ta di unë X apo Y i kompani të caktuar takson vetëm me 15%. Po çfarë do taksosh kapitalin? Po si 10 do ta kesh taksuar? Po tani a duket më fal, o fato, është drejt. Po jo më kjo është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë. Takson. Këta 10% do takson, nuk është të takson 30% taksën e kapitalit. Ti të lutem. Atëherë pse flasin si janë Mazejos Majthanës, nga 8 deri në 10. Po 10 do ta taksosh kapitalin. Po do ta s'kam për sapo ankove që taksa mbi kapitalin nuk është shumë e lartë. Po ti sa do ta çosh? Te ke tash 10 do ta çosh. Unë jam parti e djathtë. Nuk kam qenë nuk e shikoj unë si arrit biznesin. Jo, më nuk e shikoj si arrit. Kompanitë konsoliduara. Po e taksoj pak më tepër se sa ti, por nuk e konsideroj mik. Ajo që unë jam jashtë partijake. Ti je përfaqësues partijak. Por je si përfaqësues partijak apo ta the? Unë e shikoj të drejtë që biznesi nuk mund të konsiderohet armik. Po kush e ka konsideruar armik? Po dakor, po ti thua që po takson shumë kapital. Jo, më nuk po e taksoj. Thjesht po e taksoj në mënyrë të drejtë. Po e çon 2% më shumë, po nuk thash se po e takson jashtëzakonisht. Nga 8 që është tani do të çosh taksa mbi kapitalin, dividendë. Ajo që është e qëllimshme është që arkitektin, inxhinierin, profesorin, gazetarin, juristin e të tjerë, të gjithë këta profesione të lira që ne sot i taksojmë me 13 deri në 23%, do i taksojmë në të ardhmen me 10%, sepse na duket e drejtë që të gjithë të paguajnë një lloj. Marrin zero, vazhdojnë të marrin zero. Ti marrin zero sepse kanë marrë në vadh, nuk u futën sepse marrin që ta gjejnë kushtetuese, shumë dakord. Ama zero e kanë drejtë. Po mos kalo tek do sepse është drejtë që Arbrin apo Klodin që janë profesionistë të paguajnë 10% dhe mos paguajnë 23%. Janë të regjistruar të vetë punësuar dhe deri në 2019 nuk e kanë taksën. Besoj u sqarua pika taksave, Çoçoli, futemi tek ajo që kemi diskutuar disa herë, por dua ti rikthemi përsëri. Pensionet. Ka ngjashmëri, ka diferenca mes programit të PS-s dhe PD-s, cilat janë ato? Ka dhe ngjashmëri dhe diferenca. Ngjashmëria e parë është si objektiv. Objektivi i Partisë Demokratike është përmes minimumit jetik ta çojë pensionin minimal 200 euro. Objektivi i Partisë Socialiste është që përmes reformës që e ka deklaruar që do ta shpallë, reformës së dytë të pensioneve, do t'i ngrejë pensionet gradualisht për t'i çuar edhe ajo pensionet minimale në 200 euro. Kundryshojnë është se Partia Demokratike thotë që me një Lev Arkimedi që nuk e di se ku e ka gjetur, uroj që ta gjerë realisht nëse do ta marrë pushtetin në këtë garë, brenda 100 ditëve të para do e çojë minimumin jetik, do e caktoj minimumin jetik, dhe do e qoj pensionin minimal nga 100 që është tash 200. Se si mu të rritet brenda 100 ditëve një situash... Nërko që bugjeti për këtë vit është miratuar vitin e kaluar. Po, ama, po të rritësh në 3 muajt e parë, do të qosh bugjetin në kolaps, sepse ke një faturë për kësaj. Edhe kjo faturë është shumë e lartë. Është 350 milion euro. 350 milion euro. Është pak të dyfishja sa që po ti dashur. Sa e ka PS-ja Çoçoli? PS-ja ka 2 gjëra për pensionet. E para thotë që unë gradualisht do të arris pensionin dhe jo me njëherë me një të shtënë të topit atë, nuk e di se çfarë që mund të bëhet mrekullia brenda 100 ditëve të para, do të arris gradualisht për ta çuar deri në vitin 2030. Urojmë ta çojë shumë më përpara. Po 2 sekonda. 200 euro atë do pensionin minimal. Shiko si ndis. Do ta çojë 2030. Po. Përveç pensionin minimal. Do dyfishoj pensionet e tjera dhe të gjitha. I dyfishon në kuptimin e mesatares së tyre, do ta çojë dyfishin. Tani që flasim, pensioni mesatar. Po jo më njëherë. Po. Pensioni mesatar që na kuptojnë qytetarët është me si tuash strukturën normale të pensioneve, 187.000 lekë të vjetra në muaj. Ka shumë të drejtë kur e përdor këtë shifër miku im Klodian. Me bonuset, po t'i shpërndajmë në 12 muaj, është 201 euro në muaj. Do ta çoj 400, thotë, po në 2030. Ju se keni premtuar. Dërgoj që mandati mbaron. Ju se keni premtuar. Ju me pensionet mesatare s'keni premtuar asgjë. Apo keni premtuar, se ndoshta se kam dëgjuar unë. Vetëm sa më thjesht edhe me shembull. Shumë thjesht.
Partia Demokratike ka në fokus qytetarin e thjesht, ti kthej dinjitetin qytetarit dhe qëllimi është, do me thënë, një ndër premtimet kryesore të fushatës është minimumi jetik 200 euro, kështu që automatikisht çdo pension do jetë jo më pak se sa 200 euro. Si do realizohet, ju them unë, fatura është 350 milion euro. Shumë të në një buxhet, jo, kaq është.